Kuvendi u mblodh sot në seancë plenare, në duke me një agjendë të ngjeshur, me plot 6 interpelanca të kërkuara nga ana e opozitës, mirëpo edhe këtë herë, majoranca aplikoi formulën umbarsmali e polli 1000. Deputetët e opozitës kërkuan llogaridhënie nga ministra e Shëndetësisë Evi Sala për shpjegime mbi situatën te onkologjiku dhe shërbimet spitalore në vend. Po ashtu në interpelancë u thirr ministra e Arsimit Mirela Kumbaro, kërkesë bërë nga grupi parlamentar demokrat lidhur me vendosjen e kriterit të ri për mësuesit. Po ashtu opozitarët kërkuan me urgjencë edhe interpelancë me ministrin e mbrojtjes Ermal Nufri, ato të bujqësisë Andi Salla, si edhe të financave Petrit Malej. Kërkesat e opozitës të rrëzuara nga ana e majorancës u bën molla e sherrit në fillimet e seancës së sotme plenare. Ndërkohë deputetët e opozitës përmes pankartave kishin ulur në kuvend Ergy Sagasin, Ermal Beqirin dhe Mirlinda Karçanajn si pjesë e dosjes Akshi. Kaq u desh dhe palët kaluan jashtë rendit të ditës që në nisje, duke u përfshirë në debate të forta politike mes tyre. Kreu Demokrat Sali Berisha lëshoi lumin e tij të akuzave për kryeministrin Rama dhe procesin e integrimit, për dosjen Akshi, për Tauland Ballën e të tjerë. Në mungesë të kryeministrit Rama në seancë, kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla u mundua të jepte përgjigje e opozitës me në krye Berishën, duke i bërë madje edhe ftesë për të bashkëpunuar politikisht. E meqense majoranca e rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për interpelancë me ministrin e bujqësisë Andi Salla lidhur me fondet e IPARD, ishte deputeti i Partisë Mundësia Erald Kapri, ai që denoncoi me fakte nga Akshi te Thuman Kashar, ndërsa për pjesën e fondeve të IPARD me 33 milion euro të vjedhura, ai kërkoi që këto para t'u kthehen fermerëve shqiptar. Mirëpo propaganda e Partisë Socialiste nuk mund të mungonte në seancën e sotme plenare. Qeveria Rama pretendon se ka plotësuar kushtet kyçe për integrim në Bashkimin Evropian dhe objektiv mbetet antarësimi në Union brenda vitit 2030, pavarësisht se puna për të gjithë këtë proces është bllokuar në Bruksel. Aq sa para pak ditësh e ka pranuar dhe vetë kreu i qeverisë. Mirëpo kjo e fundit ka hartuar një raport ku thotë të kundërtën. Në mungesë të Ramës, propagandën për këtë çështje e bëri Tauland Balla. Përpos interpelancave, seanca e sotme plenare shërtoi edhe disa projektligje të rëndësishme, me fokus energjinë, tatimet dhe gardën. Ndërkohë gjatë gjithë seancës së sotme plenare, kreu Demokrat Sali Berisha kërkonte prezencën e kryeministrit Edi Rama dhe për këtë akuzonte majorancën se po e mbajnë të fshehur. Pasi tashmë Berisha nuk e akuzon kreun e qeverisë më vetëm për korrupsion, por edhe sipas tij për vrasje. Vizita e kryeministrit Edi Rama në Athinë u shoqërua me deklarata optimiste për ecurinë e çështjeve dypalçe përfshir kufirin detar. Sipas Ramës dhe ministrit të jashtëm Ferit Hoxha, palët kanë rënë dakord të çojnë përpara çështjet e mbetura pezull, por mediat greke si Protothema raportojnë ndryshe. Sipas burimeve diplomatike në Greqi, nuk ka marrëveshje konkrete për ta çuar çështjen në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, duke kundërshtuar narrativën e Tiranës. Athina thekson se procesi mbeti pezull pas rrëzimit të marrëveshjes së vitit 2009 nga gjykata kushtetuese e Shqipërisë dhe se i takon palës shqiptare të ndërmarrë hapa për të zhbllokuar situatën. Për më tepër, delimitimi i zonës ekonomike ekskluzive nuk konsiderohet më prioritet urgjent për diplomacinë greke, ndërsa pala shqiptare flet për progres dhe dakordsi. Nga Athina nuk konfirmohet asnjë afat apo marrëveshje konkrete për vitin 2026, duke lënë të hapur një hendek të qartë mes dy qëndrimeve. Ish kryebashkiaku i New Yorkut Eric Adams mori pak ditë më parë shtetësinë shqiptare dhe u regjistrua si banor në njësinë administrative numër 2 në Tiranë, duke dorëzuar edhe të dhënat biometrike për dokumentet shqiptare. Lëvizja e tij ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare, por mbetet e paqartë arsyeja e vërtetë e këtij hapi. Media e njohur Politico i ka dedikuar një artikull të posaçëm dhe thotë se Adams u prit si mik i shqiptarëve dhe ju dorëzua pasaporta shqiptare, e cila i jep të drejta të plota brenda vendit dhe akses udhëtimi në shumë shtete. Ai mori pjesë edhe në samitin e diasporës shqiptare, ku deklaroi simbolikisht se sot jam shqiptar. Megjithatë, nuk ka konfirmim zyrtar për motivet e tij, ndërsa spekulimet variojnë nga interesa biznesi deri te mundësi politike në Tiranë, ide që bashkëpunëtorët e tij kanë mohuar, siç shkruan Politico. Si Adams, ashtu edhe kreu i qeverisë shqiptare që e ka mirëpritur, dyshohen për skandale korrupsioni. Adams i larguar nga detyra në SBA pas skandaleve të tilla dhe ende nuk e ka komentuar publikisht shkakun e këtij vendimi. Rasti i tij ngre pikëpyetje mbi përdorimin e shtetësisë shqiptare për figura të huaja dhe natyrën e marrëdhënieve të tij të reja në vend. Administrata e Donald Trump ka zgjeruar ndjeshëm politikën për kufizimin e vizave në hemisferën perëndimore, duke vënë në shënjestër persona që veprojnë në interes të vendeve kundërshtare të SBA-ve. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, masat synojnë të mbrojnë sigurinë kombëtare dhe të pengojnë kontrollin e aseteve strategjike nga aktorët miqësor. Politika e re lejon refuzimin e vizave për individ që destabilizojnë rajonin, dëmtojnë interesat ekonomike amerikane apo ndërhyjnë në sovranitetin demokratik. Një element i fortë është përfshirja edhe familjarëve të tyre, të cilët në shumicën e rasteve nuk do të lejohen të hyjnë në
SBA. Deri tani kufizimet janë aplikuar ndaj 26 personave, ndërsa Washingtoni paralajmëron përdorimin e çdo mjeti për të garantuar stabilitetin rajonal. Megjithatë, masat janë kritikuar nga organizata të ndryshme që paralajmërojnë rrezik për përjashtime të gjera dhe mungesë transparence në përzgjedhje. Ky njoftim i rëndësishëm u shpërndas sot nga ambasada amerikane në Tiranë, duke sinjalizuar se politika mund të prekë edhe individ jashtë rajonit, përfshirë potencialisht edhe në Shqipëri. Avokati i përgjithshëm i gjykatës së Bashkimit Evropian, Nicolas Emilou, ka vlerësuar se drejta e Bashkimit Evropian nuk e ndalon krijimin e qendrave të ndalimit për jatëdhësim jashtë territorit të një shteti anëtar, si në rastin e protokollit Itali-Shqipëri, për sa kohë respektohen plotësisht të drejtat e emigrantëve. Sipas tij, marrëveshja e nënshkruar mes Italisë dhe Shqipërisë në vitin 2023 mund të konsiderohet në përputhje me legjislacionin evropian, duke lejuar që qendrat e menaxhimit të emigrantëve të funksionojnë në territor shqiptar, por nën jurisdiksion italian. Ai thekson se vendet anëtare duhet garantojnë të gjitha standardet e BE-s, përfshirë ndihmën ligjore, aksesin në gjykatë, kujdesin shëndetësor dhe mbrojtje të veçantë për të miturit dhe personat e cënueshëm. Ashtu ai nënvizon se kërkuesit e azilit kanë të drejtë shqyrtimit të shpejtë dhe efektiv të kërkesave të tyre. Kryeministria italiane konfirmon këtë reagim si një konfirmim të qasjes së qeverisë së saj, duke theksuar se marrëveshja është një instrument i rëndësishëm në luftën kundër emigracionit të paligjshëm dhe menaxhimit të flukseve migratore. Gjykata e lartë ka vendosur të kthejë për rigjykim në apel masën e sigurisë ndaj ish-presidentit Ilir Meta, duke prishur vendimin e 30 janarit 2026 që i kishte rrëzuar kërkesën për zbutje. Çështja do të shqyrtohet sërish nga e njëjta trup gjykuese, shka shënon një zhvillim të ri pas një seri refuzimesh ndaj Metës në shkallët e mëparshme. Nga ana tjetër, gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e dytë të tij për pezullimin e afateve të paraburgimit. Meta ndodhet në paraburgim që prej tetorit 2024 dhe është nën hetim për 3 çështje. Ai dyshohet se në bashkëpunim me Monika Kryemadhin, ish-bashkëshorten e tij dhe të tjerë bashkëpunëtor, ka përdorur postet publike për përfitime financiare përmes lobimeve dhe transaksioneve të dyshimta të padeklaruara. Ndërkohë, ndaj Kryemadhit vijon hetimi për korrupsion dhe pastrim parash, ndërsa masa për disa të përfshirë të tjerë është lehtësuar në detyrim paraqitje. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënderhita ka miratuar një paketë të gjerë ndryshimesh në nivelet drejtuese të policisë në të gjithë vendin. Lëvizjet prekin drejtues qarqesh, zëvendës drejtor dhe shefa komisariatesh, me synim ristrukturimin e brendshëm të institucionit. Erion Ahmeti është komanduar drejtori i Policisë së Fierit, ndërsa Andi Banushi zëvendës drejtor në Elbasan. Në Tiranë, Alfred Senaj vendoset në krye të komisariatit numër 2, ndërsa ndryshime ka edhe në Fier, Peqin, Vlorë, Berat, Shkodër dhe Lezhë. Në strukturat hetimore, Islor Islami kalon në sektorin e mbështetjes për krimin e organizuar. Pas largimit nga drejtimi i policisë së Lezhës, 40 lëvizjet përfshin gjithashtu edhe policinë rrugore në Tiranë. Këto vendime pritet të ndikojnë në organizimin dhe funksionimin e brendshëm të policisë në disa qarqe të rëndësishme të vendit. SPA ka dhënë detaje lidhur me operacionin e zhvilluar pas ditën e së mërkurës ndaj një call centeri në Tiranë, i cili dyshohet se ka mashtruar disa shtetas francez duke i shkaktuar një dëm prej 2 milion eurosh në vetëm 3 muaj. Periudha kur ka ndodhur mashtrimi, sipas SPA-kut, është shkurt maj 2023, ndërsa operacioni është kryer në bashkëpunim me autoritetet franceze. Operacioni është shtrier në një zyrë dhe 4 banesa, ndërsa është arrestuar një person. Në total, sipas SPA-kut, mashtrimi ka përfshirë 13 shtetas francez, ku për 4 të parët dëmi vlerësohet në rreth 845.000 euro dhe për 9 të tjerët 1,1 milion euro. Viktimat kontaktoheshin nga agent me identitete të rreme franceze, të cilët i udhëzonin qytetarët francezë të investonin në kriptomoneda përmes platformës Universal Trade. Dyshohet se call center vepronte në qendër të Tiranës, pranë gjimnazit Sami Frashëri, ku sipas të dhënave, aktiviteti i paligjshëm zhvillohej i kamufluar përmes një kompanie. Pronari i dyshuar është identifikuar si Gentian Pjetër Gjoka, i cili është arrestuar në akuzën e mashtrimit me pasoja të rënda. Gjatë operacionit është ndaluar edhe një punonjës policie, August Berberi. Këtij të fundit i është sekuestruar telefoni dhe është ushtruar kontroll në banesë nga agentët e BKH-s dhe AMP-s në kuadër të hetimeve për përfshirje të mundshme në këtë aktivitet. SPAK në bashkëpunim me autoritetet franceze dhe Eurojust kanë zhvilluar një operacion në Tiranë ndaj një call centeri që dyshohet se ka mashtruar 13 shtetas francez përmes investimeve të rreme në kriptomoneda. Dëmi i dokumentuar arrin rreth 2 milion euro brenda periudhës shkurt maj 2023. Hetimet tregojnë se viktimat kontaktoheshin nga agent me identitete të rreme dhe drejtoheshin drejt platformës Universal Trade. Në krye të skemës dyshohet Gentian Pjetër Gjokaj, ndërsa është arrestuar dhe një punonjës policie për përfshirje të mundshme. Gjatë kontrolleve në Tiranë u sekuestruan pajisje kompjuterike, dokumente, para në disa monedha dhe një automjet luksoz. SPAK thotë se hetimet vijojnë për identifikimin e plotë të rrjetit kriminal dhe rolit të secilit të përfshirë.
Sot u mbajt seanca e radhës e dosjes Plumbi Art në gjykatën e posaçme, ku ish-zëvendës drejtori i policisë së Elbasanit Krenar Guçe dëshmoi se ishte vënë në dieni nga ish-drejtori i policisë së shtetit Gledis Nano për persona që dyshohej se kishin synime ndaj tij. Ai tha se për këtë arsye kishte përfituar mbrojtje shtetërore për rreth 2 vite. Guçe deklaroi gjithashtu se në telefonin e të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani ishte gjetur një foto e tij duke shtuar se nuk ishte pasur informacion të plot mbi momentin e saktë të kërcënimit. Gjatë seancës ai u pyet edhe për mos referimin e disa emrave në prokurori gjatë hetimeve, duke u përplasur me avokatët për mënyrën e kryerjes së procedurave dhe rolin e policisë në ndjekjen e personave në kërkim. Debatet u tensionuan në disa momente ndërsa prokuroria ndërhyri për të kufizuar pyetjet që konsideroheshin jashtë objektit. Çështja e Plumbi Art vijon të zbardh lidhje të dyshuara mes krimit të organizuar dhe strukturave të ndryshme, ndërsa dëshmit në gjykatë po nxjerrin në pa përplasje të forta mes versioneve të palëve. Ndahet nga jeta në moshën 89 vjeçare, akademiku i mirënjohur Recep Qosja. Qosja ishte një nga figurat më të rëndësishme të mendimit shqiptar në letërsi, histori e publicistik, si dhe një prej intelektualëve më me ndikim në hapësirën shqiptare gjatë dekadave të fundit. Ai ka lënë gjurmë të thella në studimet albanologjike dhe në debatet politike e kulturore në Shqipëri dhe Kosovë. Gjatë jetës së tij, Qosja ka drejtuar institucione akademike, ka botuar vepra të shumta e ka qenë shpesh një zë kritik në çështjet kombëtare dhe politike. Lajmin për ndarjen e tij nga e ka dhënë familja e akademikut, e cila bën me dije po ashtu se Recep Qosja është përcjell tashmë në banesën e fundit në një ceremoni krejt private dhe me familjen e tij të ngushtë. Siç thekson në njoftimin e saj zyrtar, familja e Recep Qosjes ka qenë akademiku, ai që e ka lënë me porosi diçka të tillë që përveç familjes të mos zhvillohet asnjë pritje tjetër në nivel institucional, shtetëror apo publik. Në Parlamentin e Tiranës dhe atë të Prishtinës u mbajt sot një minutë heshtje në nder të akademikut Recep Qosja. Reagimet edhe nga spektri politik, si në Tiranë, në Prishtinë, por jo vetëm, ishin të shumta. Të gjithë janë një zëri. Në secilin reagim konstatohet qartazi dhe në mënyrë të unifikuar se Recep Qosja ishte një nga mendjet më të bukura të kulturës. The Wall Street Journal i ka dedikuar një artikull të posaçëm njërës prej organizatave kriminale më të fuqishme në botë. Sipas The Wall Street Journal, Primeiro Comando da Capital është ndëruar nga një grup të burgosurish në Brazil, në organizatën më të fuqishme, e krijuar në vitet 90 në burgjet e San Paulos. Ajo ka arritur rreth 40.000 anëtarë dhe një rrjet që shtrihet në afro 30 vende. Grupi krahasohet me mafian italiane, por dallohet për strukturë më të decentralizuar dhe profil të ulët, duke u fokusuar te fitimi dhe jo të dhuna apo fama. Kjo organizat kontrollon rrugë të rëndësishme të trafikut të kokainës drejt Europës dhe SBA-ve, duke përdorur porte si Rotterdami, Antwerpi dhe Hamburgu. Organizata bashkëpunon me rrjete kriminale ndërkombëtare dhe përdor sisteme komplekse për pastrimin e parave, përfshir biznese legale dhe struktura financiare. Autoritetet amerikane e kanë sankcionuar dhe po ndjekin degëzimet e saj në disa shtete. Ekspertët e përshkruajnë PCC si një qeveri të botës së paligjshme që funksionon si rrjet global më shumë se sa si organizat tradicionale kriminale. Kryeministri britanik Keir Starmer po përballet me një krizë politike serioze pas polemikave të lidhura me emërimin e Peter Mandelson si ambasador në SBA, pavarësisht shqetësimeve për lidhjet e tij me Jeffrey Epstein. Çështja ka ndezur debat të fortë politik dhe ka rritur presionin mbi qeverinë britanike. Edhe pse Starmer mohon dorëheqjen dhe këmbgulse mbetet i fokusuar në detyrë, populariteti i tij ka rënë ndjeshëm dhe pa kënaqësia brenda Partisë Laboriste po rritet. Akuzat të reja për mungesë transparence dhe hetime të brendshme kanë thelluar krizën. Analistët paralajmërojnë se pozita e tij mund të dobësohet më tej pas zgjedhjeve lokale të ardhshme, që pritet të jenë test kritik për qeverinë. Një rezultat i dobët mund të nxjisë sfida të brendshme dhe tentativa për ndryshim leadershipi. Në prapasken përmenden edhe emra potencial përpasues nga Angela Reinert, Wes Streeting dhe Andy Burnham, ndërsa ndasit brenda partisë bëjnë situatën edhe më të pasigurt. Pavarësisht krizës, Starmer ende ka avantazhin e shumicës parlamentare dhe mungesës së një sfiduesi të unifikuar, çka mund të ndihmojë të mbijetojë politikisht të paktën për momentin. Presidenti Amerikan Donald Trump zgjati armëpushimin me Iranin, por duket se gjithçka është thyer dhe palët mund të shkojnë shumë shpejt drejt përplasjes së madhe. Edhe pse për momentin kërcënimet për sulme ushtarake janë ndalur, lufta duket se është vendosur në ngushticën e Hormuzit. Kjo pasi Irani akuzohet për sulme ndaj anijeve tregtare në këtë pikë kyçe globale. Ekspertët paralajmërojnë se situata mund të përshkallëzohet shpejt nëse marrëveshja për armëpushim dështon me rrezik për përfshirje më të gjerë rajonale, përfshir Izraelin, Libanin dhe
dhe grupet e lidhura me Iranin. Në lojë mbeten edhe operacione detare dhe kontrolli i ngushticave strategjike si Hormuzi dhe Bab el Mandebi, që ndikojnë drejt për drejt tregjet globale të energjisë. Në sfond, Shubab dhe aleatët e tyre ruajnë praninë ushtarake në rajon, ndërsa Irani ende zotron kapacitete raketore dhe dronësh, duke e bërë çdo armë pushim të përkohshëm dhe të pasigurt. Mes këtij ekuilibri të brisht, asnjë zhvillim konkret nga Islamabadi aty ku po ndërmjetësohet për një marrëveshje të mundshme paqe finale mes Shubave dhe Iranit. Mirpo, siç raportojnë sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në këtë situatë aktuale ka nisur përçarjet brenda regjimit iranian. Përplasja e ashpër zhvillohet për kontrollin e pushtetit dhe rrezikon fraksionet. E sipas ekspertëve janë pikërisht përçarjet brenda regjimit iranian që po ndikojnë fort në luftën e nervave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë vizitës së tij të parë në Afrikë, Ati i Shenjtë Papa Leo XIV ndërthuri mesazhe fetare me kritika të drejtpërdrejta politike, duke kërkuar më shumë drejtësi sociale dhe luftë ndaj korrupsionit në vendet pritëse. Në Algjeri, Kamerun, Angol dhe Guinenë Ekuatoriale, Papa denoncoi pabarazin, shfrytëzimin e burimeve dhe zinxhirët e korrupsionit, duke i drejtuar mesazhet në mënyrë indirekte elitave politike të pranishme në ceremoni përfshir lider me mandate të gjatë në pushtet. Në Kamerun dhe Angol, ai foli hapur kundër tiranëve dhe konflikteve të armatosura, ndërsa në Guinenë Ekuatoriale bëri thirrje për shërbim ndaj së mirës së përbashkët përballë një regjimi të kritikuar ndërkombëtarisht për korrupsion dhe abuzime me pushtetin. Vizita u interpretua edhe si sinjal politik global, sidomos pas përplasjeve të Papës me deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump për Iranin, që sollën tension verbal mes Vatikanit dhe Shubave. Pavarësisht kritikave të forta, Papa shmangu konfrontimin e drejtpërdrejt me qeveritë pritëse, duke mbajtur një linjë diplomatike por me mesazhe të qarta morale dhe sociale. Turneu konfirmoi edhe rolin në rritje të Afrikës për Kishën Katolike, ku jetojnë rreth 300 milion besimtarë dhe pritet një rritje e mëtejshme e ndikimit të kontinentit në dekadat e ardhshme. Paolo Zamboli, i dërguari i presidentit amerikan Donald Trump në Itali, ka propozuar që Italia të zëvendësojë Iranin në Kupën e Botës 2026. Siç raporton Financial Times, ideja i është paraqitur edhe presidentit të FIFA-s Gianni Infantino, duke u argumentuar me traditën e futbollit italian dhe 4 titujt botëror të fituar nga Italia. Propozimi që ende nuk ka marrë mbështetje zyrtare shihet edhe në kontekstin e tensioneve diplomatike dhe sportive mes Shubave, Iranit dhe aleatëve të tyre. Ai ka ngjallur debat pasi prek drejt për drejt parimin e kualifikimit sportiv në turne. Nga ana e tij, Irani ka konfirmuar se synon të marrë pjesë në botror dhe nuk ka pranuar ide për përjashtim. Edhe FIFA ka mbajtur një qendrim të qartë, duke theksuar se vendet e kualifikuara duhet marrin pjesë në turne.